Policia e Tiranës sekuestroi një makinë luksoze me vlerë 160.000 euro që i përkiste një 34 vjeçari Sahit Shpataj me precedent penal. Dyshohet se Lamborghini Urus është përfituar nga veprimtaria kriminale. 34 vjeçari mësohet se një pjesë të kohës e kalonte në Amerikën Latine. Për të fshehur gjurmët, makina e shtrenjtë ishte regjistruar në emër të një kompanie ndërtimi në Durrës, pronari i të cilit është po ashtu në hetim. Pezullohet nga detyra shefi i krimeve në komisariatin e Përmetit për skandalin seksual të një polici me një 16 vjeçare tashmë i arrestuar. Për rastin është shpallur në kërkime dhe kolegu i tij Artur Ago, policë në Tepelen. Drejtoria e policisë së Gjirokastrës konfirmon për Report Televizion se Çenko, ndaj të cilit po jeton AMP, kishte dieni për rastin, por nuk ka marrë asnjë mas ndaj njerëkut të sëmiturës. AMP po jeton dhe punonjës të tjerë që dyshohen se ishin në dieni të abuzimit. Qeveria Federale e Shteteve të Bashkuara është mbyllur zyrtarisht të mërkurën pasi ligjvënësit republikan dhe demokrat në Senat nuk arritën të bien dakord për miratimin e buxhetit, duke pasuar kështu ndërprerjen e financimit të agjencive federale. Presidenti Trump tha se shumë njerëz do të largohen nga puna dhe e fajsoi demokratët. Ambasada e SBA-ve në Tiranë njofton se do të kufizojë aktivitetin dhe shërbimet e pasaportave dhe vizave do të vazhdojnë sipas mundësive. Presidenti Bajram Begaj priti në presidencë të ngarkuar me punë të Shteteve të Bashkuara në Tiranë Nancy Van Horn. Nuk dihen nëse arsyet e takimit lidhen me zhvillimet e fundit. Dje kryeministri Rama i kërkoi Begaj të shpall vakancën në 6 bashki përfshirë Tiranën, për cilin Erion Velia i ka ankimuar shkarkimin në gjykatën kushtetuese. Një akt që sipas tenit 115 të kushtetutës pezullon automatikisht vendimin e qeverisë dhe ndalon shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë. Një sot tetori roz, muaj sensibilizimit kundër kancerit të gjirit dhe kontrolleve falas pranë ambulancave, qendrave shëndetësore apo mamografive të lëvizshme. E veshur roz, ministria virtuale diella u bëri thirrje vajzave dhe grave të ekzaminohen sepse kontrolli i hershëm u shpëton jetën. Thirrje për ndërgjegjësim edhe nga presidenti Begaj, kryeministri Rama dhe mjekët e spitalit onkologjik. Sekuestrohet arsenal armësh në Velish të Tropojës dhe të arrestuar janë 2 persona, Arjan Prengazaj dhe Avdi Ismail Geci, qarkulloni me makinë të armatosur. Në makinë policia gjeti armë zjarri, silenciator, 6 radio si të policisë, sopata, thika, 2 binate dhe municion luftarak të kalibrave të ndryshëm.